Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na paralajmëron se në akhiri zaman do të ndodhin disa ndodhi thuajse, kur na I përshkruan këto ndodhi thuajse pejgamberi Allahut është pra nesh. Tregon pejgamberi Allahut dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e sprovave dhe fitnëve, ata të cilët e rezistojnë dhe që ndërojnë pa u lohat janë banor të Shamit. Kështu thot pejgamberi Allahut, dhe thot pejgamberi Allahut se banor të Shamit dhe qëndresa e tyre është baraspesha e imanit të muslimanëve. Sa besimtarët janë të fortë në islamin e tyre, le ta motin me burrat e Shamit të këtij vendi. Për shkak se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse prishen banorët e Shamit s'ka hajër për juve. Pra do lejo të ndëshëm nëse rregullohen ato, ka hajër edhe prej neve. Krenaria e muslimanëve vledh të ndërshëm vën nga kjo epicentër. Nuk po e thon hoxha në minber, po e thot pejgamberi Allahut. Allahu azza wa jalla nga dhënjen dhe I krenon besimtarët me fitoren e muslimanëve të këtij vendi. Pra do lejo të ndëshëm mrekullit që Allahu azza wa jalla na I shfaq ko pas kohë, na tregon se Allahu azza wa jalla nuk haron, Allahu azza wa jall nuk haron që t'i hakmiret zullumqarëve. Është e vërtet që pasoja të mëdha ka, mirë po dini se kjo toka që ujitet me gjakun e ndershëm të shahidëve, për shkak se Allahu azza wa jall këtë tokë e ka bekuan. Për ata Ibn Abdus Salam I thot, nëse do në me ditë se si Allahu azza wa jall e ruan këtë tokë, nëse do një me ditë se këta njerës si dalojnë nga qërë, si qoni njerës të mirë vendeve qera, dhe krasoni me njerës e vendeve qera, do të shifni se dalimi është I madhë, si s'ka mundësi të jetë dalimi madhë, kur njani ka umbën nën fëmi, të gjithë që I posedon, I ka u 50 antarë të familjes, me gjithata ende krenoa do leja të ndërshëm me resistencën e tyre, ende krenoan me burnin e tyre. A ka ndonë si për faqen e tokës që të shofin një mbar bota njerë sikur këta, për shkak se kujdesi Allahut azza wa jall vledhë të ndërshëm është I veçantë për këtë tokë dhe për këtë vend dhe për këto burra që Allahu azza wa jall I përmend Kurani Kerim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Janë burra që cilë nuk I manin biznesi, janë burra që rëmnojat e këve pallatët tëre nuk kanë qilu hatë. Pra do lejo të ndërshëm, sot një ushtri e vogël që ka qenë me pajtimin e 27 shteteve që nënshkruan Sharm el-Sheikh. A dini çfarë nënshkruan se është ushtri e mbamposhtër, ushtri ndërkombëtare, shpallën lejo të ndërshëm para disa ditëve në Sharm el-Sheikh dhe u përpiqën që të bëjnë aleanca, që të bëjnë balancin mes perëndimit dhe lindjes, me shpresë që kanë mi përdor ato kundra atinve armiqve të përbashkët, siç paralajmëroi pejgamberi Allahut. A nuk tha pejgamberi Allahut se perëndimi do të përpiqet që të bën aleancë me juve për të luftuar mikun e tretë? Pra janë këto ndodhi që neve na I forcojnë imanin dhe na tregojnë se pejgamberi Allahut nuk ka qenë njeri I thjesht, ka qenë pejgamber I përzgjedhur, inspiruar, I mësuar prej anës Allahut azza wa jall. Lejo të ndërshëm dëgjoj këtë hadith të pejgamberit Allahut, e cila të ban që të jetosh krenar këtë dunja dhe dilë për Allahut azza wa jall edhe më krenar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dine vlejo të ndërshëm se burrat e Shamit janë kam gjiku Allahut. Burrat e Shamit janë kam gjiku Allahut. Janë kam gjiku Allahut që Allahu azza wa jall hakmiret ndaj atinve që donë Allahu azza wa jall ti hakmiret. Allahu azza wa jall I hakmiret me këto njerëz atinve që donë Allahu azza wa jall. Dhe tha pejgamberi Allahut, haramun është ndaluar tek Allahu azza wa jall që të ngadhnjejnë munafikat, hipokritët, të cilët përpiqen sot në Egjipt dhe për rreth tyre të bëjnë komplote që të binë në pushtet, hipokritët, munafikat që të udhëheqin këtë tokë, në nënvizon e këtë hadith të pejgamberit Allahut se kjo s'ka mundësi të ndodhe.
A dini përse e thot pejgamberi Allahut, haramun është ndaluar në sistemin Allah, në kanunin e Allahut është haram, është ndaluar që munafikët të ngandjejnë ndaj muslimanëve të kësaj toke. Mirë po çka ka me ndodh me munafikët hipokritët tradhtar që i tradhtuan, than ato kanë me vdek në njënën prej tre mënyrave. Ato kanë me ndekën pim leftit, kanë me ndekën pim rengosjes dhe kanë me vdekën vëllezër të ndërshëm prej mërzive se nuk e kanë arrit atë të cilën kanë dëshiruar. Pra kështu thot pejgamberi Allahut, ai që fol prej anës Allahut para 1400 viteve vëllezër të ndërshëm, na ka tregu se sot ne të përjetojmë atë ditë dhe musliman të përjetojnë në vijim ditët e bekuara që Allahu Azza wa Jall ka premtu dhe s'ka mundësi që Allahu Azza wa Jall të thënë bemtimin e tij dhe s'ka mundësi askush të mposh planin e Allahut Azza wa Jall.